teknologjike të marrëdhënies i Albanian dhe bashkëqeverisjen, të cilave do t'i shtohet dhe pasqyr Albania, që do t'jetë dritarja e vetme unike ku qytetari do të drejtohet. Do të drejtohet për t'u informuar në kohë reale për gjithçka që qeveria e tij, që shteti i tij në aspektin gjithmonë, sepse në moment të dytë, nëse shohin të arsyeshme dhe kur ta shohin të arsyeshme, edhe komponentët e qeverisë së gjyqësorit mund t'i bashkangjiten asaj dritare, është një dritare ku secili ka autonominë e vet, për të pasur kontaktin direkt të qytetarit me atë pushtet. Dhe nuk është thjesht vetëm halli, kërkesa e qytetarit që do të konceptohet si një letër apo si një pako që çohet me post, me DL, dhe statusi i cilës ndiqet në kohë reale dhe statusi bart edhe përgjegjësitë e afateve, dhe ky është synimi i këtij projekti, por është edhe gjithë pjesa tjetër që shkon qeveria tek qytetari, shkon shteti dhe qytetari për të mos e lënë të papërgatitur dhe të pa armatosur me argumenta përballë atij ndërmjetësit padukshëm që ka hyrë në jetën tona, që është algoritmi. Dhe kur them për kancelën të papërgatitur, këtu nuk flasim për një portal propagandistik, nuk flasim për një portal që do të tregoj se çfarë do bëjmë ne në të ardhmen, se kjo nuk ka lidhje me qëllimin e pasqyrës, por flasim për një pasqyrë ku shteti do të thotë se çfarë po bën. Do të shikosh statusin e një rruge. Ku është, kush po e bën? Sa pjesë e punës është bërë deri tani? Pse po vonohet? Kush po e vonon? Do të mund ta ndjekësh, sepse ajo është një punë që bëhet për ty. Kemi po ashtu përcaktuar një sër piketash për çdo sektor. Jemi përqendruar shumë tek shëndetësia, jemi përqendruar shumë tek arsimi. Jemi përqendruar tek krijimi i një zinxhiri i cili do të jetë zinxhiri i Shqipërisë sociale. Sot një Shqipëri sociale është jo thjesht e rëndësishme sepse ka qenë gjithmonë, po fillon të bëhet e mundshme. Më shumë se deri më sot, sepse janë shtuar mundësitë. Një Shqipëri sociale në gjërat që lidhen drejt për drejt me cilësinë e jetës qytetarëve. Sot është më shumë se sa çfarë ishte në të shkuar në mbijetesa, sot është cilësia e jetës. Kemi folur për çmimet natyrisht, kemi një plan për këtë, jetojmë në një sistem ku nuk kemi asnjë eksperiencë, asnjë praktik të përcaktimit të çmimeve nga shteti, kjo është e pamundur, por kemi një plan për të bërë transparencë për qytetarin lidhur me çmimet e ushqimeve bazë. Plan të cilin do ta prezantojmë më herët sa vonë në momentin kur të jetë i konsoliduar plotësisht me detaj. Ashtu si kundër edhe një sër, siç thash, komponentësh tjerë të programit. Dgjoni, unë e kuptoj shumë mirë që gjithsa ka ndodhur në këtë periudhë ka gryer një shtrat të një lumi të, nëse mund ta bëj këtë krahasim, të qeverisjes edhe të raportit të qytetarit me shtetin, me qeverisjen. Por unë jam i bindur që, siç e kam thënë qysh në kryet herës, në të gjithë këtë vorbull,
ata që do të dalin më të fortë do të jenë qytetarët shqiptar dhe qeveria e tyre. Sepse qeverisja do të përmirësohet dhe nuk ka se si të ndodhë ndryshe, dhe jo thjesht sepse qeverisja bazuar edhe në dijen e fituar, edhe në eksperiencën e fituar, edhe në burimet njerëzore, në dispozicion vetvetiu duhet të përmirësohet, sepse në të kundërt nuk ka asnjë arsye që të vazhdoj, por sepse në këtë rast ka qenë vërtet një dhuratë ajo që ka ndodhur për të munguar për një kohë gjatë, sepse s'kemi pasur asnjëherë opozitë në gjendje që të na sfidoj realisht. Dhe ajo protest që ndodhi na ka sfiduar realisht, jo kjo që vazhdon, se kjo që vazhdon është një tjetër gjë për cilën as nuk kam interes që të flas, është një konglomerat i cili sigurisht që ka të gjithë drejtë e vetë të vazhdoj të ekzistoj për sa kohë ka fuqinë dhe ka edhe kjo ngjan shumë me ato jashtënxjerrjet e zakonshme të opozitës vetë asgjësuar. Flas për njerëz cilët i çoj aty nevoja për të bashkuar zëri dhe për të thënë sot ne meritojmë më shumë. Ky është e mbi. Dhe nuk na mjaftojnë ato që janë bërë, nuk na mjafton absolutisht krahasimi me nga Unisa me tjera. Kështu që unë jam i bindur për këtë, jam shumë optimist për këtë, jam shumë i energjizuar për këtë. Dhe dua vetëm të mos harroni një gjë të gjithë. Shqipëria nuk ka qenë kurrë më mirë, nuk ka qenë kurrë më vlerësuar ndërkombëtarisht, nuk kanë qenë kurrë më e mbështetur në mundësi reale për të bërë më shumë. Dhe kjo ka një arsye themelore, sepse Shqipëria nuk ka qenë më një vend në shitje, ose një vend i shitur, se nuk ka vend në shitje dhe vend të shitur që respektohet ndërkombëtarisht, nuk ka vend në shitje dhe vend të shitur që shton mundësitë e veta për njerëzit e vet, nuk ka vend në shitje dhe vend të shitur që rritet çdo ditë. Pavarësisht se mund të rritet më shumë, do të rritet më shumë, do të rritet më shpejt, okay, të gjitha përpjekjet i kemi bërë, do vazhdojmë t'i bëjmë. Se kam dhe një merak tjetër, se shoh që ka her pas here ku në këto video njerëz që merren me hundën time, merren me këtë asimetrin këtu. Merren me këtë asimetrin këtu dhe fale dhe kontributit të algoritmit që ka ndërmjetësuar qenërinë politike të Shqipërisë jashtë këtyre pasqyrave digjitale me ata që jetojnë në këto pasqyra, vjen ajo ironia e mallit, e drogës, e shtrëmbrimit nga. Ky shtrëmbrim këtu është shenja që trupi im do ta mbajë gjithë jetën nga një tentativë për të më fshirë nga faqja e këtij dheu, ku unë kam lindur, ku jam rritur dhe ku jam sot këtu, sepse edhe këtë gjurmë nuk e kam nga ndonjë arsye tjetër, po sepse edhe kur s'kisha asgjë në dorë, doja një vend që të rinte drejt. Doja të jetoja në një vend që të mos i bënte bijtë e vet të ulin kokën kur i pyesnin ç'a jeti. Nga jeri. Dhe shpikërisht për këtë vend që unë mbaj dhe këtë gjurmën këtu. Nuk ju vë faj të gjithëve ju që i bëni thirrje hundës time
duke I qarë hallin për mallin e keq që ka marrë. Sepse jeni përgjithsisht shumë më të rinj se sa ajo histori, dhe unë nuk jam këtu për të treguar historinë time. Për mua s'ka asnjë rëndësi historia. Nëse ka një histori time që unë një ditë mund ta tregoj, është historia e gjërave që nuk arrita të bëj dot. Asgjë tjetër. Të tjerat janë aty. Dhe do të jenë aty. Quhet heritage. Në flasim.